Sot të gjitha nënat e gratë në mbar botën festojnë ditën ndërkombëtare të gruas. Në këtë 8 mars, gratë dhe vajzat në qytetin e Shkodrës shfaqin emocionet e tyre, ndërsa tregojnë edhe dhuratat e veçanta që kanë marrë nga fëmijët apo bashkëshortet e tyre në shenjë mirënjohje dhe respekti. Sot për 8 mars i kam bë mami dhurat një buqet me lule edhe një çantë. Na kanë bë boll e kena boll. Çfarë dhurata që ju kanë bë? Lule ma, tedin. Buqeta lulesh. Po jo. Edhe na poshtë. Po kanë menu, edhe i kanë ple. Çfarë dhurata që keni bë? Po unë për shembull, është vajza më ka ble një çantë. Edhe një lule kështu. Po, kam marrë. Çfarë dhurata që keni marrë? Më kanë bërë një zërë beku me një panoram të madhe vajza edhe nusja. Kom menduar më bë dhe unë dhe dhurat. Qytetarët shkodran kanë uruar të gjitha gratë shqiptare festën e 8 marsit. Për 8 marsin i uroj tana femnat kudo në përbot, gëzuar 8 marsin edhe çdo ditë e tyne, shpresoj të jetë fest. Gëzuar ditën e nënave, e nëna më të lumta në botë kyoshin. Uroj gjitha nënat shqiptare. Gëzuar 8 marsin tana grave në Shqipni, dhe edhe në tonë botën, domethënë, qofshin të lumtura. Shiko, urimi e ma shumë i thjeshtë. Ju uroj festën krejt grave dhe nënave shqiptare, duke nis po ashtu te nëna jeme te nëna gjithë secilit. Femra është qenia më e bekuar në botë, edhe meriton të festojnë vetëm një ditë, po të festojnë për ditë. Edhe unë kam vendosur sot që me rastin e kësaj feste kam dalë të shpëndoj disa lule në shenjë dashurie dhe respektit për nënat edhe për gratë shqiptare. Gëzuar festën tonë gratë. Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi, festohet sot në të gjithë botën për të nderuar dhe respektuar figurën e gruas. Në Shqipëri, festa e gruas është kthyer në një simbol të veçantë për nënat dhe vajzat.